Apeli i GKK-s ka rrëzuar kërkesën e Argita Berishës dhe bashkëshortit të saj Jamarbër Maltezi për heqjen e sekuestros së 25 pasurive. Vendimi është marrë nga gjyqtari Engert Pullumbi, i cili ka lënë në fuqi vendimin e GKK-s dhe pasuritë e vajzës dhe dhëndrit të ish-kryeministrit Sali Berisha mbeten të sekuestruara që prej tetorit të vitit 2023 në kuadër të dosjes për aferën Partizani. Në listën e pasurive të sekuestruara përfshihen disa llogari bankare me vlerë 250.000 euro, disa apartamente dhe bodrume në rrugën Frostina Plaku apo Mustafa Mahotiti, ku banon aktualisht familja Berisha. Në sekuestro mbetet edhe vila luksoze në Gjirin e Lalzit, ku Berisha kalon edhe pushimet, për të cilën ai ka deklaruar se vila nuk është e tij, por e së bijës Argitës dhe bashkëshortit të saj Jamarbër Maltezi. Dosja për aferën Partizani kaloi për gjykim me 19 maj të vitit të kaluar. Berisha do të gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë, pasi akuzohet se në cilësinë e kryeministrit ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktesh nënligjore, kur përfitues ishte edhe dhëndri i tij. Edhe Jamarbër Maltezi është nën akuzë për korrupsion, por edhe për pastrim parash. Sipas SPAK, ai ka përfituar të ardhurat në vlerën 5.4 milionë euro nga një biznes ndërtimi në mënyrë të parregullt fal vendimeve të qeverisë të marra nga vjeri i tij Sali Berisha.